Një aksident i rënd trafiku ka ndodhur mëngjesin e së premtes në magjistralen Prizren Suarek në kilometrin 26 të autostradës Ibrahim Rugova, duke rezultuar me një viktim dhe 2 persona të plagosur rënd. Sipas informacioneve të konfirmuar për Kukës Televizion, nga zëdhënësi i policisë në Prizren Shaqir Bytyqi, aksidenti ka ndodhur rreth orës 7:30. Në përplasje janë përfshirë një kamion me targa vendore dhe një automjet i pasagjerëve me targa të Republikës së Shqipërisë. Si pasojë e aksidentit, drejtuesja e automjetit nga Shqipëria ka humbur jetën në vendngjarje, ndërsa pasagjeri i saj dhe drejtuesi i kamionit kanë pësuar lëndime të rënda dhe janë dërguar për trajtim mjekësor, tha Bytyqi. Njësitë emergjente mjekësore kanë konfirmuar vdekjen e viktimës sapo kanë mbritur në vendngjarje. Po ashtu, zjarrfikësit janë angazhuar për të ofruar ndihmën e nevojshme, ndërsa ekipet hetimore të Policisë së Kosovës kanë nisur punën për zbardhjen e rrethanave të aksidentit. Prokurori i shtetit është njoftuar dhe hetimet po vazhdojnë. Policia e Kosovës në Prizren u bën apel të gjithë pjesëmarrësve në trafikit që të respektojnë rregullat rrugore dhe të shtojnë kujdesin, sidomos për shkak të kushteve të vështira atmosferike. Aktualisht akset rrugore të rajonit të Prizrenit janë në ndikimin e mjekëve së dendur dhe lagështisë, të cilat mund të ulin dukshëm shikueshmërinë dhe kontrollin e mjeteve.